ti nuk kalon. Dje niveli ujit ishte... Sa ishte niveli ujit? Këtu te muri. Mbi rrugë. Këtu s'ka ardhur asnjë, të duket një skrepa, një diçka, një pastrim asnjë. Askush ka ardhur të marrë nga shtëpia apo? Or s'ka pyetur ai e mirë, ai e gjallë. Asgjë. Bashkia këtu është inekzistente. Asnjë gjë. Mua është komplet kati parë shtëpisë që mbytur. I gjithë jashtë përdorimit. Serrat jashtë përdorimit. Gjithçka. Rruga u jeri kompletet nga mbrapa. Ka ardhur për 10 minuta, ka vajtur gjysmë metro. Për 10 minuta prurje ekstrem. Edhe nga të bashkisë asnjëri. E prisni që do të kishte kaq... Unë jam mbytur dhe herë të tjera, kam bërë kërkesë herë të tjera në bashki, po siç kanë procedurat, do thonë që e keni plan projekt, do blejmë fabdroma, do blejmë kamiona dhe do pastrojmë. Edhe deri aty, asgjë. Kam vajtur edhe para disa muajsh prap jam interesuar për këtë çështje. Sa persona bëheni në këtë shtëpi? Si do jetoni? 5 veta. Qa, fëmijët e marrë të çojnë nga Vjerra, ku të vetëm. Gjitha çka. Më thoi diçka, ku të vetëm unë tani? Ku të futem? Tërë natën jam gdhir. Tërë natën s'ka ardhur asnjëri. Thoshte që isha. Nëse do të thotë dikush isha unë, vin takoj mos e kam qenë këtu te porta. Asnjëri inekzistent. Sa shtëpi janë përmbytur atë? 70% e fshatit, po. 70% e fshatit është përmbytur. Deri tani ka ardhur kush? Jo, asnjëri s'na ka ardhur. As na ka pyetur se çka ka ngjarë, çka ka ndodhur. Po keni frikë të rini natën prapë thojë? Si? Keni frikë natën thon prapë se mund të shkojë ujë? Kemi frikë. Na thuaj cili është shkaku që ju jeni përmbytur në Çiflik? Atëre masat e marra nga bashkia janë tepër ekstreme. Do të thotë që për neve këtu në Çiflik nuk ekziston asnjë mas, kur neve taksat i kemi paguar 1 për 1, dhe nëse në njëri nga neve të gjithë që jemi këtu nuk pagojmë një taks, na i mbajnë tek lekët e naftës, ose tek një diçka tjetër që nuk na japi një certifikat ose një shërbim tjetër. Shkaku i përmbytjes janë Shkaku i përmbytjes është sepse poshtë është bllokuar kanali ka qenë 3 metri i gjerë dhe nuk komunikon me lumin, kur lumi sot ka rënë niveli lumit. Nuk është lumi në atë nivel që vjen prapë këtej. Pra do të thotë që masa bashkia po vjen po tallet me të gjithë popullin. Duke qeshur neve aty, ai vjen punëtori i bashkisë dhe qesh hap dhëmbë. Do të thotë që qesh me fatkeqësitë e popullit. Po këtë ditë që jeni të përmbytur, a kanë ardhur për të hapur kanalet? Breth një skrep këtej dhe nëse këta kolegët ose shokët tanë thonë kështu që neve kemi bredhur gjithë natën. S'kemi parë njërin të bredhin natën. Kemi parë vetëm një makinë, ajo një kuqe që e zjarr fikse që bredh lart e poshtë, edhe asgjë tjetër. Në zonën e Arzës. Edhe jemi mbytur. Ku do vemi ne tani? Çfarë do bëjmë ne këtu? Serat janë mbytur 6 lymë sera, ku do vete unë? Njerën e mbolla tani, ajo mbyt, te qoj kisha shpresa tani, ku do vete tani? Çfarë të bëjmë? Ka dikush nga pushteti vendor për të ndihmuar? Kush vjen? S'vjen njeri. Kush do vi këtu? S'vjen asnjë. U tham atyre të bashkisë, ne çfarë të bëjmë thaj? Ku të vemi? Kanalizimet janë bllokuara të gjitha. Janë gjiratur duish atje te Verria, i themi Verrin e asaj. Ata s'kan vendor. Sa fshatra janë përmbytur shtëpitë këtu? Tu Çiflik Arzë. Jam mbytur. Zonën këtij jam mbytur ja po. Si e shikon situatën në ditët në vijim? Shumë keq. Shumë keq. Ne kemi frikë se mos na del tjetër. Mos na futet shtëpitë se këtu iku mbaroj çdo gjë.